Mesditën e kësaj të martë është rikthyer qarkullimi në aksin Librasht-Porrinjas pas 11 ditësh bllokim. Lëvizja do të kryhet përmes një devijimi provizor të ndërtuar ngjitur me pozicionin ekzistues të mëparshëm deri në realizimin e plotë të rrugës alternative. Vetëm të jetë e lirë, por kemi pengesa kaq. A je sigurt në qarkullimin që do bësh? Po më merr mendja se po, se mirë është. Se unë që dhe mëra më kushtrojnë, ka shumë mirë. Po çfarë kërkoni, do të thonë ju si drejtues ato mjetësh për autoritetet? Po kjo vetëm të shtrohet, aq që se ka çfarë bëjnë ato autoritetet më. Në këtë aks do të lëvizin të gjitha mjetet, përfshirë edhe ato të tonazhit të rënd, por duke respektuar ngarkesën 8.2 ton për aks. Trafiku do të jetë i hapur për gjithë mjetet, por unë këtu gjej rastin të bëj një thirrje drejtuesve të mjeteve të tonazhit të rënd që të respektojnë peshën e tyre në aks. Në momentin që nuk respektohet, kjo pastaj mund të krijojë probleme në rrugë duke krijuar le të themi gropa që do vështirësojnë kalimin. Paralelisht do të punohet edhe për rrugën alternative mbi lumin Shkumbin. Do të kërkoj minimumi 60 ditë, sepse do varim patjetër dhe nga kushtet e motit që do diktojnë ritmin e punimeve, por 60 ditë është afati që është minimal, ta them që është minimal, jo maksimal, është minimal 60 ditë. Segmenti i hapur për qarkullim që të lidh me Juglindjen do të funksionojë me sinjalistik kantieri dhe përkohësisht do të jetë i paasfaltuar deri në stabilizimin e shtresave. Më pas do të kryhet asfaltimi përfundimtar.